Familja e Haki i Merit, përmes një postimi në Facebook, ka reaguar për anëtarësimin e Fatos Gecit dhe Gazment Halilajt në Partinë Guxo. Familja i Meri e vlerëson këtë lëvizje të dy anëtarëve të rinj, duke i quajtur forcë politike. Tutje shkruhet që ky anëtarësim është veprim që tund themelët e kriminalëve të kamufluar gjithandej, duke shtuar që u shtua një krah i ri në betejën kundër të keqes së vjetër. Të dashumiq me ardhin e Fatos Gecit dhe Gazment Halilajt në partinë rrugoviane, Guxo nuk mori thjesht dy anëtar të rinj, mori forcë, mori muskuj politik, u shtua një krah i ri në betejën kundër së keqes së vjetër. Kur flasim për të keqen, nuk nënkuptojmë ndonjë dresh me brirë nga legjendat apo edhe këto guedzanat e arrahëgjokseve të rreme, por për bindëshin e vërtet krimin e organizuar me mask patriotike që quhet çlirimtar nuk mjafton më, sidomos kur e vetmja gjë që ke çliruar dhe që synon është arka e shtetit. Patriotizmi këtyre mashtruesve, profesionistëve me flamur, është bërë si mall festiv. Shitet për çdo rast, përdoret për çdo rast, përveç mbrojtjes së shtetëndërtimit. Kur pyeten thonë, e kemi zbukuruar historinë për propagandë dhe vazhdojnë, herë zjarr, herë shira, herë gjykatës në librat e tyre, herë qengja e në Hag. Mjafton një gërvishtje dhe poshtë fytyra e vërtet mashtrues ordiner, zhvatës me zhurmë të kamufluar pas fjalëve. Por tani me këto dy zero të rinj Guxo forcohet, bëhet aleat dhe më i denj i lëvizjes vetëvendosje, lufta kundër mashtrimit me stem patriotike me arhov të ri. Urojmë Guxon me shumë guxim, më shumë veprim që tund themelët e kriminalëve të kamufluar gjithandej. Besojmë që zgjedhjet e ardhshme, bashkë me lëvizjen vetëvendosje ta kthejnë propagandën në heshtje, të keqen në një kujtim të hidhur, por ata që pengojnë shtetëndërtimin, sepse Liga nuk mposhtet me lutje, por me votë, me vizion, ndyllet postimi i tyre.